Çfarë është në Vatikanin? Ky është qyteti i Vatikanit, shteti më i vogël sovran në botë, që shtrihet vetëm 49 akra në zemër të Romës. Miliona njerëz qëndrojnë në këtë shesh çdo vit dhe shikojnë lart arkitekturën e rilindjes dhe kupolën imponuese. Por ajo që këta njerëz nuk shohin, është se pjesët dhe sekretet më interesante nuk janë në nivelin e rrugës. Ato janë këtu poshtë. Ej mik, nëse po shkon këtë, do thotë që e pjesë e këtij udhëtimi që kemi nisur bashkë. Çdo video, çdo postim, çdo moment që ndaj me ju, ka kuptim vetëm fal jush. Por për ta çuar këtë pasion edhe më larg, kam nevojë për mbështetjen tënde. Duke u bërë abonent i kanalit për një shumë simbolike, ti nuk po paguan thjesht një abonim, ti po ndihmon që ky vizion të vazhdojë të jetojë. Çdo mbështetje sado e vogël është një shtysë e madhe për mua që të krijoj më shumë, më mirë dhe me më shumë dashuri për ju. Bashkë kemi ndërtuar diçka të bukur, dhe tani është momenti të arrisim edhe më shumë. Nëse vlerëson atë që bëj, nëse ke marrë ndonjë emocion, buzëqeshje apo frymëzim nga përmbajtja ime, atëherë të ftoj me zemër të bësh abonent. Falteje, ky kanal do të vazhdojë të rritet dhe të sjellë diçka të mirë për të gjithë ne. Kliko abonohu dhe bëu pjesë e zemrës së këtij komuniteti. Grota e Vatikanit. Ajo që po shikoni këtu quhet Grota e Vatikanit, dhe është gjëja e parë që ju kujton se Vatikani është shumë më tepër se sa thjesht një kish. Ky rrjet tunelesh përbëhet nga kapela dhe dhoma varrimi, që ndodhen direkt nën katin kryesor të bazilikës së Shën Pjetrit. Vetëm pak metra më sipër këtu, mira turistë kalojnë çdo ditë, plotësisht të pavetëdijshëm për atë që kanë nën këmbët e tyre. Ky vend është më shumë se sa vetëm disa kalime me plur dhe të ndriçuar adobet. Në fakt, shpellat janë në vendi i fundit i prejjes për mbi 90 pap, duke përbërë një varrezë nëntoksore brenda vetë kishës. Simbolizimi. Mendoni për simbolikën këtu. Çdo pap i ri qëndron fjalë për fjalë mbi vijën e pandërprerë të paraardhësve të tij, që shtrihet pothuajse deri te vetë Pjetri. Kur një pap kremton meshën në altar, atij bashkohen gati 2000 vjet të paraardhësve të tij. Por simbolika është vetëm një pjesë e saj. Shikoni mjeshtrin këtu. Këto nuk janë vetëm hapësira varrimi funksionale, ato janë vepra e arti në vetvete, por ato gjithashtu përvajsojnë diçka më serioze, manifestimin fizik të trashëgimisë apostolike, linja e drejt për drejt e autoritetit që katolikët besojnë se shtrihet nga Pjetri deri te papa aktual. Por në kontrast me vijën shumë të qartë dhe lineare trashëgimisë, shpellat janë një rëmuj masive labirintesh dhe korridoresh që duket se nuk kanë strukturë. Por pamja mund të jetë mashtruese. E shihni, shpellat ndjekin strukturën e themelimit të bazilikës së vjetër të Shën Pjetrit, e cila ishte kisha që qëndronte këtu para se ndërtohej bazilika aktuale e rilindjes. Dhe kjo kishë më pashme mban edhe më shumë sekrete që shumë mendonin se ishin harruar prej kohësh. Edhe pse bazilika aktuale e Shën Pjetrit u ndërtua midis shekujve të 16 dhe 17, ajo ende qëndron mbi këtë themel të shekullit të 4. Mendoni për këtë për një sekond. Vetë toka mbi cilën ecin njerëzit sot ende mbështetet nga inxhinieria e shekullit të 4. Ndoshta disa departamente shtetërore transportit të SBA-s mund të mësojnë 1 ose 2 gjëra nga romakët. Shtetet papale. Por këtu mbaron pjesa disi normale e Vatikanit. Prej kësaj, ajo që fshihet poshtë bëhet më sekrete dhe e frikshme sa më thellë që shkon. Dhe është një kujtesë e historisë më të errët të kishës, që shumë do të preferonin të haronin. Njerëzit i shohin papët e sotëm më shumë si figura gjyqërore, të ëmbël dhe të sjellshëm, por kjo nuk ishte gjithmonë rasti. Nga viti 756 deri në vitin 1870, papa sundoi një vend në Italinë qendrore të quajtur Shtetet Papale. Dhe le të themi vetëm se ata nuk i mbështetën gjithmonë vlerat e krishterë që predikonin. Gjatë ekzistencës së tij, vendi u përfshi në luftra të shumta, duke përfshirë luftën e Bererës, luftën e 8 shenjtërore dhe konfliktet gjatë luftrave italiane të shekullit të 16. Ndërsa të dhënat specifike të krimeve ose masakrave të tmerrshme nga ushtritë papnore nuk janë dokumentuar gjërësisht, shtetet papale shpesh u përfshin në konflikte të dhunshme tipike të epokës, të cilat përfshinin shumë gjëra që do t'i konsideronin barbare sot. Kjo i fitoi papës pjesën e tij të drejtë të armiqve, dhe disa nga këta armiq nuk e shihnin papën si të paprekshëm. Për shembull, gjatë plashkitjes së Romës në vitin 1527, trupat e papaguara besnike ndaj perandorit Charles V sulmuan qytetin dhe kapën papa Klementin e VII.
Për të siguruar kthimin e tij të sigurt, Papa duhet të paguante ushtarëve 400.000 dukat venecian, ose rreth $56 milion me paratë e sotme. Por ky nuk ishte një incident i izoluar. Kishte raste të shumta që kjo mund të kishte ndodhur dhe ndodhi. Me që Kisha Katolike kishte shumë armiq, ata kishin nevojë për një polis sigurimi në rast emergjencash, dhe kjo polis sigurimi ishte ky kalim. Passetto di Borgo. Ky është Passetto di Borgo dhe është një korridor i fortifikuar gati 1 kilometër i gjatë që lidh Vatikanin me Castel Sant'Angelo, i ndërtuar në shekullin e 13. Ky kalim i ngritur shërbeu si një rrugë shpëtimi për papët gjatë kohërave të rrezikut dhe është më shumë se sa thjesht për shfaqje. Në fakt, 3 papë kanë pasur nevojë ta përdorin atë për të ikur për të shpëtuar jetën. Herën e parë ishte viti 1494, kur Papa Aleksandri VI përdori korridorin për të shpëtuar forcave franceze të Karlit të VIII gjatë pushtimit të Romës nga ana e tyre. Herën e dytë erdhi në vitin 1503, kur Cesare Borgia, 2 fëmijët e tij të palishëm dhe nëna e tij Vanosa, përdorën Passetton për të arritur në Castel Sant'Angelo pas vdekjes së Aleksandrit të VI për të marrë kontrollin e Vatikanit. Pastaj, sigurisht, koha më e famshme erdhi kur trupat nga perandoria e shenjtë romake pushtuan qytetin. Papa Klementi VII iku përmes korridorit sekret, ndërsa garda zvicerane luftoi një shndrim të dëshpëruar dhe në fund të fundit pa suksesshëm për të fituar kohë. Prania e Passetto di Borgo sot është një kujtesë e zymte së kaluarës së përgjakshme të Vatikanit. Arkivat sekrete. Dhe ndërsa Vatikani mund të bëjë pak për ta fshehur këtë nga publiku, kjo pjesë tjetër në Vatikan është diçka që ata kanë kaluar 1000 vjeçar, duke penguar të shohë ndonjëherë dritën e ditës. Këto rreshtat pafund me raftesh librash njihen zyrtarisht si arkivat sekrete të Vatikanit, të paktën derisa Kisha i riemërtoi ato Arkivat Apostolike të Vatikanit në vitin 2019. Pavarësisht ndryshimit të emrit, këto arkiva mbeten kryesisht të fshehura nga sytë e publikut, por çfarë fshehin ato atje poshtë, midis rreth 85 kilometrave të rafteve, janë dokumente që përfshin më shumë se 12 shekujt e historisë së Kishës. Në këto rafte janë letra midis papëve dhe mbretërve, një letër nga Michelangelo që ankohet për pagesën për Kapela Sistine, dokumentet origjinale nga gjyqi i herezisë së Galileos, një rrotull pergamene 60 metra i gjatë që përmban dëshmi nga gjyqet e kalorzëve templar në vitin 1307, dhe bula zyrtare e shkishërimit kundër Martin Luterit, dhe ndoshta më e famshmja është kërkesa e mbretit Henry VIII të Anglisë për anulimin e martesës së tij me Katerinën e Aragonës, një kërkesë mohimi së cilës ndryshoi rrjedhën e historisë fetare në Angli dhe më gjerë. Por këto janë vetëm gjëra që Kisha dëshiron që ju të shihni. Gjithashtu, midis këtyre rafteve janë të varrosura histori të panumurta që Kisha nuk do të preferonte të shihte dritën e ditës. Për shembull, Kisha ende refuzon të publikojë të gjitha dosjet e saj në lidhje me bashkëpunimin e Vatikanit me nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Edhe pse i ndjeri Papa Francesku urdhëroi publikimin e miliona dokumenteve, shumë besojnë se këto janë vetëm një pjesë e vogël e të dhënave të vërteta. Përveç këtyre dokumenteve dënuese, janë të dhëna gjyqësore që lidhen me gjyqe të ndjeshme fetare, veçanërisht ato të kalorzëve templar. Për më tepër, të dhëna më moderne, si të dhënat financiare të skandaleve, që përfshin donacione të vjedhura dhe komunikime diplomatike, mbeten të vullosura përgjithmonë. Dhe mënyra se si Kisha i mban të fshehta këto dokumenta të tilla është nëpërmjet procesit të saj të kontrollit të rrept. Për të lejuar dikë të hyjë, së pari duhet të aplikoni. Për të aplikuar, duhet të keni të paktën një diplom kolegji 4 vjeçare dhe një letër prezantimi nga një universitet. Pastaj, duhet deklaroni arsyet pse keni nevojë për qasje në arkiva dhe saktësisht atë që kërkoni. Nëse pranojeni në këtë fazë, do të shkoni në Vatikan për të marrë pjesë në një intervistë personalisht. Nëse kjo nuk mjafton, intervista zhvillohet edhe në italisht. Nëse i kaloni të gjitha këto hapa, do t'i lejohet qasje shoqëruar në arkiva për të marrë vetëm dokumentet e kërkuara, asgjë më shumë, asgjë më pak. Duke pasur një proces kaq të kontrolluar eptësisht, Vatikani jo vetëm që siguron që njerëzit që hyjnë në arkivat e tyre nuk do t'i përdorin ato për të shkruar gjëra që dëmtojnë imazhin e Kishës, por është gjithashtu në gjendje të fshehë dokumente dënuese në sy të publikut. Në fund të fundit, nëse një studiues nuk e di që dokumentet janë aty, atëherë nuk di të pyes. Është kjo paqartësi që Kisha ka përdorur për të fshehur rrobat e saj të pista gjatë më shumë se 2000 viteve histori.
Dhe duke folur për historinë, ka edhe një gjë tjetër që deri vonë, relativisht, mendohej se ishte humbur përgjithmonë, por u gjet në maj të vitit 1939. Trofeu i Gajusit, i vendosur 12 metra direkt në altarin e lartë të bazilikës së Shën Pjetrit. Arkeologët gjetin një varr të vogël dhe të thjeshtë, që ishte mbuluar nga një monument që daton në shekullin e dytë. Ky memorial i përulur, i njohur si Trofeu i Gajusit, tregon prova të nderimit të vazhdueshëm për shekuj me radhë, përpara se Konstantini të ndërtonte bazilikën e tij. Në vitin 2013, pas dekadash analizash dhe debatesh, Papa Francesku shfaqi publikisht fragmente kockash të zbuluara gjatë këtyre gërmimeve, që besohet se i përkasin vetë Shën Pjetrit. Analiza shkencore moderne sugjeron se ato vijnë nga një bur i fuqishëm që vdiq në të 60-tat, në përputhje me rrëfimet historike të apostullit. Nëse është e vërtet, kjo konfirmon diçka të jashtëzakonshme. I gjithë kompleksi i Vatikanit, me shkëlqimin e tij të rilindjes, autoritetin papnor dhe ndikimin global, u ndërtua fjalë për fjalë mbi figurën e tij themeluese. Shtresë mbi shtresë historie, me varrin e përulur të Pjetrit në fund fare. Por a është kjo vërtet e gjitha që fshihet poshtë? Përfundim. Për shkak të natyrës sekrete të Vatikanit dhe mungesës së tij të përgjithshme të gatishmërisë për të qenë transparent, teoritë e konspiracionit janë të shumta, nga më të besueshmet deri tek më të çuditshmet. Për shembull, shumë njerëz besojnë se disa nga të dhënat që kisha nuk do të publikojë kurrë nga lufta e dytë botërore, janë të dhëna të kishës që merr asetet nga viktimat e Holokaustit në këmbim të miratimit të eshtur të nazistëve. Pastaj, sigurisht, mbeten miliona të dhëna brenda arkivave sekrete që zyrtarët e kishës refuzojnë t'i pranojnë, e lere më t'i bëjnë publike. Çfarë lloj rrobash të pista fshihen midis atyre faqeve është e paqartë, por sigurisht që duhet të jenë mjaft këqija për të fshehur përqindra ose mijëra vjet. Dhe pastaj, sigurisht, ka teori të çuditshme, ato që përfshin kishën që fsheh prova për jashtëtoksor. Por ndërsa dyshoj seriozisht se ka prova për alienën në Vatikan, ndonjëherë vërteta është dhe më e çuditshme se trillimi. Miru pafshim për tani.